Si t'ja hek, I thot frikën vajzës 8 vjeçare. Varet nga çka friksohet e para. Nëse friksohet nga errësira, apo nga gjërat e panjohura, apo nga vetmia. Gjithsesi, aspektin fetar duhet me I folë rreth Zotit ma shumë, si me mbështet në Allahun, me ditë që Zoti I ndihmon, Zoti nuk e lë vetëm, a Zoti është gjithmonë me ta, është më I forti, veç ta I duhet më mbështet për aspektin fetar. Pastaj nëse ka nevojë edhe tek ndonjë, po them kështu, psikolog ose person që merret me trajtime ose trajnime të kësaj natyre që ke përmendur, ban me e qu, edhe pse mendoj që për psikolog e kësaj gjëna është akoma e vogël, nuk jam të fol si profesionist I psikologjisë ose pedagogjisë e tjerë këtyne aspektet shkencor. Thjesht si një prind ma shumë po tham, një fëmijë 8 vjeçar shumë normal është me u tut. Mi fol me fjalë të mira sa e kupton ajo, dal nga dal inshallah, pastaj stabilizohet.